ndëruar Amina, ndëruar kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptarëve të Lugines Preshevës, ndëruar zoti Hajdari, jam i emocionuar që do t'i them dy fjalë shumë shqiptarisht e tepër vllaznisht në një aktivitet të promovimit të librit të zonjës Amina Nuraj. Pra, unë bija e dheut. Kur shtetohen kalendaret, historia shpalos datat. Muaj janar është një muaj i rëndësishëm për shqiptarët, sepse ka lënë gjumë të thella në panteonin e historisë tonë kombëtare. Është muaj që flet me simbolin shtetëror kombëtar të shqiptarëve, Gjergj Kastriotin Skënderbeu, i cili kaloi në amshim. Është muaj që flet me emrin e Ismail Qemalit e Isa Boletinit, që të dy lindën në janar e u larguan në atë botë po në janar. Është muaj i Kongresit Lushnjës, është muaj i veprimtarëve të mëdhej, Jusuf Grevalla, Bardosh Grevalla e Kadrizeka, Nuhi Berisha e Recep Mala. Është muaj i ushtrisë shkrimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, 26 janar vitit 2000. E pikërisht 3 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së paqes, vritet në pabesi simboli qendresës së Luginës së Preshevës, Ridvan Qazimi, komandant Lleshi. Është muaj ku është rrethuar për herë të parë familja Adem Jasharit dhe i shtohet një datë tjetër shumë simbolikisht promovimi i librit të zonjës së nderuar. Ardhja e Amina Nurajt këtu, promovimi i librit nga Akademia Renetona, rrezon teoritë e propagandura këtu e disa kohë më parë të kombit kosovar. Më vjen mirë që më në fund dhe kryeministri i Kosovës, zoti Albin Kurti, tha: jemi 2 shtete, 2 pasaporta, por një komb. Pra, jemi një komb, kemi një adhe. Shkrimtari i madh Uthman, autori i Thijeve të Varit, shkruan: s'kam çfarë të jap kombit tim përveç se fjalës. Zonja Amina Nuraj i ka dhënë kombit shqiptar nëpërmjet fjalëve një libër shumë të çmuar, thash që sot është një ngjarje e madhe për shqiptarët. Prandaj do ta shoh këtë ngjarje të madhe si trinom Akademinë Renetona, zonjën Amina Nuraj dhe librin që ka bërë zonja Amina Nuraj. Presidenti John Kennedy ju drejtohej amerikanëve. Amerikanë të mi, mos mendoni se ç'bëri Amerika për ju, po ç'bëhet ju për Amerikën. Modestisht me zotin Rexhepi, në vitin 2011, me zotin Ragmi Mustafa, kemi organizuar festivalin e parë të këngës dhe vallës shqipe në Preshevë. Atëherë Rusia bëri një notë proteste kundër meje personalisht për deklaratat e mia në Preshevë e kundër Albin Kurtit për deklaratat e tij në Maqedoninë e Veriut. Më vjen mirë që më në fund Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin me një rezolut dhe të përcaktuar në kohë 180 ditë për investigim të menjëhershëm në Luginën e Preshevës. Pra, shqiptarët tani nuk janë më vetëm, sepse në anën tona kemi një instrument çiftelin. Çiftelia ka 2 tela. Shqiptarët tani kanë zgjedhur akordin shqiptaro-amerikan. Një tel shqiptarçe, tjetrit amerikançe. Dhe sa të kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, çfarë do lloj teorish të ndërthurën, që nga Sanxhaku, Nishi, apo Lugina Preshevës, apo Shkupi, ato të gjitha do të shmontohen një e nga një. Amina Nuraj na sjell një libër se na sjell dhe historinë e Sanxhakut, të Pazarit të Ri apo të Nishit. Shumë pak njerëz e njohin. Unë kam bërë një shkrim, e gjeni në YouTube, në Google, një shkrim shtërrues për Sanxhakun e Nishit dhe për Sanxhakun e Pazarit të Ri. Aty pikërisht në Sanxhakun e Pazarit të Ri është themeluar perëndoria tribale e Rashës, 11 kilometra në veri të Pazarit të Ri. Pra, perëndorinë e Rashës e ka themeluar Stjefen Nemanja dhe e kanë qytetëruar me emrin Stefan Nemanja.
Bie në Shtefën Limanit e kishte 2003 themeluesi i Shtetit të Armërit. Pra, Akademia e Rrenjëve tona ka një mision fisnik të shkoj tek rrenja, tek identiteti dhe të përmbushim misionin e heqjes së toponimeve të huaja dhe kthimin në identitet. Kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër. Kur u pranua Gusla, njerëzit menduan se e humbëm lahutën. Me përpjekjet tona titanike, e bindëm Ministrinë e Kulturës që duhet bëjë dhe një kërkesë tjetër, sepse humbja ishte për shkakun se firmosja ishte edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, dhe Kosova nuk ishte antar e UNESCO-s. Tani e kemi lahutën shqiptare, pas Çuvletës, pas kthimit të Tropojes. Shpresojmë të kemi shpejti Plisin, Xhamadanin, kanunin e Lek Dukagjinit që qertë anatemojnë, është kushtetuta parë shqiptare pan-balkanike, e hartuar nga rilindasi i parë i jurisprudencës evropiane, Lek Dukagjini. Pra ne nuk do të rreshtim të bëjmë platformën tonë kombëtare dhe asgjë s'mund të na pengon ne në bashkimin shpirtëror e kulturor të kombit shqiptar. Ne e kemi bashkuar shqiptarët në sofrën Dardane në Tropoj, në edicionin e përvitshëm, në Malësinë e Gjakovës. E kemi bashkuar shqiptarët në festivalin e këngës dhe vallë shqipe në Sarand. Dhe siç jeni kështu, ju ftoj publikisht 15, 16, 17 maj në Malësinë e Gjakovës, sofra Dardane. Unë jam Dardan i Malësisë së Gjakovës, është mota e jonë. Pra, kemi shumë për të bërë, por është derë gjak për të ardhur në ditët e sotme. Lavdi dëshmorëve të kombit. Por s'mund të lëm pa kërkuar lirimin e menjëhershëm të çlirimtarëve, të cilët padrejtisht ndodhen në Hag. Prandaj ne me kënaqësi sot në këtë promovim libri mund të themi unë jam UÇK, sepse pa UÇK-n nuk kishte liri në Kosovë. Dhe pa UÇPMB-n nuk kisha ardhur kjo ditë që tashmë Lugina Bresheva që shndrohet kryefjalë e kallëzues i agjendës të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pa e zgjatur më shumë, ju faleminderit për ftesën, për fjalën, urime për librin, librat e tjerë, urime zoti kryetar për suksesin e madh të Luginës Breshevës, gjithë shqiptarët ndihen të nderuar, shpresojmë të besojmë që së shpejti dhe çamëria, kauza që as nuk vyshket, as nuk plaget, por është kauzë që ende kullon gjak. Faleminderit.